Ka njerëz të cilët e përdorin këtë fjalë, të cilën e kundërshton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha nëse thot njeriu janë shkatëru njerëz, janë prish njerëz, ka më hajër këtu. Janë prish njerëz, kanë deviju njerëz, e kështu me radhë. Sa ka njerëz të cilët i thon këto fjalë. Sa ka njerëz të cilët i thon këto fjalë. Dhe këtu hasim ne në dy ekstreme. Disa të cilët thonë krejt kanë deviju. Vetëm unë e kam bet edhe një dy shok i kam filan katunin. Krejt kanë deviju. Kjo është një ekstrem tjetër. Ekstremi tjetër është i atyre të cilët thonë askush prej këtij ummeti nuk devijon. Ai i cili është në ummetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai nuk devijon asnjëherë, nuk ka shirk në ummetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të dy palët janë në atë ekstremin, në atë kufirin e tepruar. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur thot dikush halakan nas, janë shkatru njerëz. S'ka më hajër këtu. Janë prish dunjaja, fa huwa ahlakuhum. Ai është më i shkatruari i krejt atyre. Kush thot janë prish njerëz, ai është më i prishuri. Në një transmetim tjetër, fa huwa ahlakahum, ai ka shkatruar ata. Pse? Tu thon njëri janë prish njerëz. Tu thon tjetri janë prish. Tu thon tjetri s'ka hajër. Tu thon secili duke thon njëjtë, në fund edhe nuk ka hajër. A ke pa kur ti thuj dikujt, s'ka në mirë diçka, je zverdh, je saritu diçka. Njani, i dyti, i treti, i katërti, thot vallaj s'jam mirë diçka. Është ashtu? Pse? Tu thon krejt, në fund bëhet realitet, duke thon njerëz që mos ka hajër, s'ka më dobi, nuk ka përmirësim, nuk ka ndryshim, janë prish njerëz, kanë deviju njerëz, e kanë lënë islamin, e kanë lënë tauhidin, e kanë lënë imanin e kështu me radhë. Ai është i cili i ka shkatru. Ndërsa ka hajër në ummet ka hajër çdo herë. Në ummetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka hajër çdo herë. Dhe dikuj gabon, ka për njerëzve të cilët gabojnë dhe mashtron kur e shohin gjendjen e muslimanëve. E sheh gjendjen e muslimanëve, sidomos në këtë kohë. I sheh musliman në përshatora. I sheh musliman që s'kan bukë me hangër. I sheh musliman që s'kan ujë me pi në për disa vende. I sheh musliman duke u vrarë, duke u masakru në për disa vende. E sheh gjendjen e muslimanëve dhe i humb shpresën. Ja nuk bëhet mirë. Kur e sheh gjendjen në përgjithësi, sidomos këtë kohë që e kemi mundësinë me e pa në fotografi, në ingjizime, në video të ndryshme, kur e sheh atë gjendje, aq shumë mërzitet, aq shumë pikëllohet, sa që demoralizohet, s'bëhet mirë. Ja. Kjo nuk i takon musliman. Gjendjet këtil, rastet këtilla, problemet këtilla musliman kanë pas edhe shumë më herët. Gjatë gjithë historisë ka pas probleme. Ka pas çdo lloj isprovës që mundet me ndodh, ka qenë edhe më herët. Jo vetëm kjo gjendje që ne jetojmë sot. Në histori ka pas gjëra që kanë ndodhur edhe më keq se kjo, edhe më e vështirë se kjo, edhe më e mjerueshme se kjo, megjithatë ka ardhur hajri. Dhe nëse vetëm një pjesë të historisë që ka ndodhur një tragjedi e madhe, ne përmendim e shohim që hajri nuk humb asnjëherë. Në një rast historisë, në një periudhë shkurt historisë, për cilën i than Ibn Ethirit, një dietarit madh, i than me pas mundësi me shkrujt këtë kohë, këtë gjendje që ka ndodhur në histori që njerëz ta lexojnë, s'kish mundësi dora, lapsi i tij me shkrujt atë periudhë. Çka ka ndodhur? Tha Ibn Ethiri, vetëm kur vjen koha e kiametit, e kur dalin Ya'juj edhe Ma'juj, ka mundësi që derdhë dhe gjaku i muslimanëve më shumë se sa që është derdhë në këtë kohë. Kur tatarët u vërsulën mbi ummetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe filluan luftra që gjaku i muslimanëve filloi të rrjedh sikur lumej në përvendet e muslimanëve. Sa që me lexu njeriu historinë, trishtohet prej asaj gjendje. Në një vend 70.000 musliman, në një vend 100.000 musliman, në një vend njohur 700.000 musliman janë vrajt prej dorës tatarëve. Dhe kanë vazhdu masakrat edhe luftrat me radh deri që ka ardhur momenti që ta rrethojnë tatarët Bagdadin, kryeqytetin e muslimanëve në atë kohë. Dhe e rrethojnë tatarët Bagdadin, ku aty është edhe khalifja, prisi i krejt muslimanëve. Dhe vjen momenti që të thyhet
Blokada që është që i ruan musliman dhe të hynë tatarët mrenda. Çka ndodh? Për 40 ditë që hynë tatarët në Bagdad, në vitin 656 hijri, vdesin 1 milion musliman. Për 40 ditë. Për 40 ditë, 1 milion musliman vdesin këtë kohë. A ka logjik? A e kap? Nuk e kap logjika e njeriu. Jo me këto mjete që përdoren sot, me mjetet e asaj kohe, për 40 ditë, me i mbyt 1 milion njerëz. A këtë nuk e kap truri. Sa që kur kanë shkrujt djetarët historinë që kanë ndodhë, kanë shkrujt lumejt që kanë rridh nga gjaku i muslimanve. 1 milion të vdekur. Prej atyre edhe 1 milion të tjerë që kanë vdek prej smundjeve, që janë paraqit nga gjenazet të cilat s'kan pas mundësi me i varos. 1 milion gjenaze. Kush ka me i varos? Gjithë këtë gjendje, tatarët i morën edhe librat, jo vetëm ndaj njerëzve, fëmijëve e grave, librat ku ishte qendre muslimanve, ku ishte një mektebe, një librari e madhe, e cila kishte 3 milion tituj, 3 milion libra. Ka raste që kanë ndodhur rastet e këtilla dhe jo muslimanët i kanë marrë librat e muslimanve që të përfitojnë prej këtyre. Jo, tatarët i morën librat dhe i hudhën lum. Dhe lumi u shëndru lum i zi prej ngjyrës librave. 3 milion libra. 1 milion muslimanë ra hilafeti. Kur? Në vitin 656 hijri. Musliman duhet ta njohin dhe ta kujtojnë historinë e tyre, duhet ta dinë historinë e tyre. Kur? 656 hijri ka ra hilafeti muslimanve. Ose 1258 miladi, viteve që i numrojmë, 1258 ka ra hilafeti muslimanve herën e parë. Dhe është ngrit pas 3 viteve. Dhe pastaj ka ra herën e dytë, realisht në vitin 1880, e zyrtarisht pak ma vonë, hilafeti muslimanve. A ka ndodhë çka ka ndodhë? Ka ndodhë shumë çka. A ka vdek ummeti? Për 40 ditë 1 milion musliman. A vdiq ummeti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Asnjëherë. A vdiq islami? Asnjëherë. A vdiq libri? Asnjëherë. Jo vetëm në atë kohë, deri në këtë kohë, pak para sa viteve, në Shqipëri musliman s'kan pas drejt ta falin namazin. Janë rënu minaret, haptas minaret e xhamive para muslimanve. Janë rënu xhamijat, janë burgos muslimant, janë burgos hoxhallarët. I është ndalu edhe agjerimi dhe i kanë nxit dhe i kanë dhunu. Mezar e kanë prish agjerimin, e kanë pengu islamin. A vdiq islami, çka ku e kish Shqipërinë? Adil, kalon një ditë ta bëjt një vizit në për atë vend dhe e shet që thiret ezani, e shet që luluzojnë xhamiat, e shet që ka musliman në për xhamia. E kështu me radhë, me mendu në atë mendimin pozitiv, ajo vetëm me pa atë aspekti negativ dhe nuk ka hajr, elhamdulillah. Jo vetëm këtu, jo vetëm këto vende, po në çdo vend, a ka mbet ndonjë vend që nuk thiret ezani. A ka mbet ndonjë vend që nuk ka musliman, jo vetëm kaq, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të arrin kjo fe, do të arrin ky din aty ku arrin dita edhe nata. A ka ndonjë vend që nuk ka ditë edhe natë? Nuk ka. Në çdo vend do të mbrin shahadeti dhe ne jemi ata dëshmitar që në këtë kohë e shohim se për çdo ditë në për vendet ndryshme të botës dalin 3 edhe 3, dalin njerëz caktuar të cilët për çdo ditë e deklarojnë la ilaha illa Allah, Muhammedur Rasulullah, dhe kjo do të vazhdon dhe ummeti nuk vdes asnjëherë. Megjithatë, muslimani, shpirti i besimtarit nuk guxon të jetë shpirt pesimist. Muslimani duhet të jetë me vullnet, me dëshirë, me shpresë që një ditë do të jetë më mirë. Mirë është, elhamdulillah, do të jetë edhe më mirë. Qoftë në gjendjen personale, qoftë në gjendjen familjare, qoftë në gjendjen përgjithësi gjithë ummetin e pret hajri inshallah, dhe ne nëse Allah na e mundson dhe nëse jemi gjallë, shpresojmë që të shohim hajër, po edhe nëse vdesim, ummeti mbetet gjallë deri në fund.